Mirë po, sa do të arrijnë ta bëjnë qeverinë partitë opozitare dhe cili pritet të jetë reagimi i lëvizjes vetëvendosje, për bota sot folën njohësit e çështjeve politike. Maloku, nëse ka pasur takime të tilla mes drejtuesve të LDK-s, PDK-s dhe AK-s, pse ato kanë qenë të fshehura nga publiku? Në lidhje me këtë temë, në një prononcim për bota sot, foli analisti politik Albinot Maloku. Së pari, këto takime të krerëve opozitar i cilësoi si normale dhe të arsyeshme, mirë po, nuk u pajtua me faktin që janë mbajtur të fshehta. Nuk ka asgjë të pazakontë ose të panatyshme në takimet mes drejtuesve të subjekteve politike në vend, sidomos në momente pas zgjedhore, që është Republika. Ajo që nuk është në rregull është fakti që, nëse ka pasur takime të tilla siç pohon nën kryetari i LDK-s Haziri, mes drejtuesve të LDK-s, PDK-s dhe AK-s, pse ato kanë qenë të fshehura nga publiku? Këto janë çështje që lidhen me krijimin e institucioneve të reja pas zgjedhjeve dhe si të tilla janë çështje që duhet të jenë të hapura për publikun. Krahas kësaj, tha se mundësitë për formim të qeverisë janë të hapura për çdo kandidat për kryeministër dhe për çdo drejtues subjekti politik. Kosova është një republikë parlamentare, ku roli i deputetit është shumë i rëndësishëm. Ai përmes votës së tij ka fuqinë për të mundësuar zgjedhjen e drejtuesve të rinj pas zgjedhjeve. Opsionet janë të hapura për çdo kandidat për kryeministër dhe për çdo drejtues subjekti politik që është interesuar për formimin e qeverisë së re. Megjithatë, disa çështje janë tashmë të sqaruara në lidhje me prioritetin e atij që është i pari pas procesit zgjedhor. Pra, ai ka privilegjin e vendosjes së kursit për formimin e qeverisë, shpjegoi ai. Ndër të tjera, Maloku komentoi edhe pozicionin e lëvizjes vetëvendosje, ku si parti fituese ka të drejtë të fillojë bisedimet me partitë e tjera, nëse veç nuk e ka filluar në fshehtësi. Lëvizja vetëvendosje si subjekt që ka dalë i pari pas zgjedhjeve ka mundësinë dhe përparësinë të krijojë një qeveri stabile, duke shmangur si metodë peshkimin e deputetëve individual pas certifikimit të rezultatit. Mirë po të fillojë bisedimet për një koalicion qeverisës të qëndrueshëm me subjektet e tjera politike, nëse veç nuk i ka nisur. Edhe ajo në fshehtësi, përfundon Albion Maloku për bota sot. Mehmeti. Nuk do të kisha thënë që të punohet prapa shpinës së lëvizjes vetëvendosje për formimin e një qeverie nga opozita. Kurse opinionisti Gani Mehmeti tha se qeveria e re do të duhej të formohej nga lëvizja vetëvendosje dhe LDK-ja, ku kërkoi nga kjo e fundit që të lë anash dallimet dhe të bëhet bashkë me partinë fituese. Po ashtu, ky bashkim do të ndihmonte Kosovën në përmirësim të raporteve me SBA-n dhe do ndikonte pozitivisht në dialogun me Serbinë. Pas disa mosmarrëveshjeve mes krerëve dy partive, lëvizja vetëvendosje dhe LDK, do duhej të merreshin vesh dhe të formonin qeverinë së bashku, jo për hir të diçka e tjetër, por për hir të Kosovës. Nuk është mirë edhe për LDK-n që të mos lë anash dallimet e mosmarrëveshjet dhe të bëhet bashkë me lëvizja vetëvendosje në këtë mandat. Madje derisa thuhet se lëvizja vetëvendosje largoi Kosovën nga SBA, atëherë LDK-ja do të kishte rastin të ofrojë Kosovën me SBA-n. Kjo i duhet Kosovës edhe aq më shumë për bisedimet me Serbinë, ku do të zgjidhej ekipi nga dy partitë dhe do të shtronin, besoi, idetë dijet e tyre për të dalë nga kjo gjendje e krijuar nga Serbia dhe ndërmjetësuesit e deri tanishëm të BE-s. Po ashtu, opinionisti kundërshtoi një qeveri të opozitës pas si vlerësoi se nuk do të ishte e shëndetshme për Kosovën. Sipas tij, lëvizja vetëvendosje duhet t'i bëjë ftesë LDK-s për koalicion. Nëse do të kisha thënë që të punohet prapa shpinës së lëvizjes vetëvendosje për formimin e një qeverie nga opozita, nuk do të ishte e shëndetshme për Kosovën, sepse kanë qenë edhe më përpara dhe nuk kishte rezultate të mira. Sa i përket lëvizjes vetëvendosje, do të ishte mirë t'i bëjë ftesë LDK-s për bisedime e të merre vesh. Megjithëse tani edhe në LDK nuk është vetëm një kryetar dhe nuk po munden apo nuk po guxojnë të bashkohen me lëvizjen vetëvendosje, le të mbetet çështje e tyre. Mbi të gjitha partitë politike të përfaqësuara në kuvend nga zgjedhjet e nënshkurtit kanë detyrime dhe përgjegjësi nga zgjedhësit e tyre mbi të gjitha ndaj shtetit të Kosovës, përmbylli Gani Mehmeti për bota sot.